ndikimi i agjerimit në shëndetin mendor. Po muaji i bekuar i Ramazanit është mirë e ditur se ka dobi të shumë fishta, si në rrafshin biologjik, ashtu në rrafshin psikologjik, social dhe shpirtëror të njeriut. Unë kisha thonë disa fjalë për ndikimin të cilin e ka në rrafshin e shëndetit mendor, pra në rrafshin e shëndetit psikik të njeriut. Dhe unë mendoj se këtu zhvillohen ato ndryshimet më të mëdha. Këtu gjenerohet energjia nevojshme për të realizuar ndryshimet e tjera në rrafshet e tjera të ekzistencës njerëzore. Me këtë rast e kam fjalën te argumenti kryesor i cili ka të bëjë me dobishmërinë e muajit bekuar të Ramazanit për shëndetin e njeriut, e kjo është që gjatë këtij muaji synohet të arrihet një integritet, një unitet sa më i përsosur i funksionimit psikik, trupor dhe shpirtëror të njeriut. Pra, në gjatë këtij muaji njeriu është në një betejë për të ndryshuar veten, për të ndryshuar sjelljen e tij, por çka është më e rëndësishme për hir të Zotit, jo për hir të ndonjë interesi apo çfarëdo motivi tjetër, por për hir të asaj që të përmbush një obligim të cilin Krijuesi i Madhërisëm i ka dhënë. Natyrisht me synimin e vetëm që ai të bëhet më i devotshëm dhe që të bëhet më i mirë në jetë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Gjatë kësaj beteje, gjatë kësaj përpjekje të njeriut ndaj narcisizmit të tij, ndaj vetmjaftueshmërisë së tij, gjatë kësaj përpjekje që të vënë në funksion të plot energjitë fshore për të fuqizuar funksionet tjera psikike të veta, në trurin e njeriut ndodhin disa ndryshime hormonale, disa ndryshime të neurotransmiterëve, siç është rritja e aktivitetit të serotoninit, rritja e aktivitetit të hormonit të rritjes, rritja e aktivitetit të endorfineve endogjene dhe shumë ndryshime tjera biokimike në tru, të cilat në fund të rezultojnë me maturimin e karakterit, me përvetësimin e mekanizmave më të pjekur të mbrojtjes personalitetit, me vënien e energjisë epshore në funksion në shërbim të funksioneve ekzekutive të njeriut, pra në funksion të njohjes, të kujtesës, në funksion të fuqizimit të vetbesimit, nëpërmjet shtimit të përqendrimit të vëmendjes, një sigurie më të madhe në vendimmarrje, kontrollit më të mirë të impulseve agresive dhe shumë ndryshimeve tjera të funksioneve psikike. Pra, gjatë agjerimit është fakti mirë njohur se organizmi i njeriut lirohet nga toksine të shumta, pastrohet prej tyre, kjo ndikon edhe në funksionimin e trurit. Dhe kur në pyetje truri, kjo manifestohet me një të menduar më të lehtë, me një të menduar më të kthjellët, të menduar më pozitiv. Ndikimi i muajit të bekuar të Ramazanit, agjerimit në radhë të parë të njeriu e ka dhe një dimension të veçantë sepse në një mënyrë e krijon ndjenjen e shpërblimit, ndjenjen e arritjes. Njeriu e ka një ndjenjë të konfidencës, të vetbesimit më të madh dhe natyrisht se kjo ndikon në të gjitha funksionet e tjera psikike. Në radhë të parë e shton vullnetin, e shton disiplinën, dhe e ndihmon njeriu në ballafaqimin me shprehjet e tij të këqija, të cilat i ka jashtë muajit të Ramazanit, duke përbesuar mënyra të reja dhe më pozitive të sjelljes. Sepse energjinë agresive, të cilën përndryshe e shkarkon nëpërmjet tyre shprehjive, tani e kanalizon në një sjellje më të pranueshme në aspektin social, aktivizon mekanizma të mbrojtjes, të sublimimit dhe të altruizmit, pra të një veprimtarie e cila ka një dimension të theksuar humanitar. Pra njeriu gjatë këtij muaji të bekuar në aspektin e shëndetit mendor e fiton një ndjenjë të veçantë të rëndësisë së komunitetit për të rëndësisë së familjes, të rëndësisë të shoqërisë së gjerë.
Dhe bëhet fjalë për një festë të përbashkët, e cila zgjat një muaj dhe të cilën të gjithë së bashku e festojmë njëkohësisht me ndryshimin e vetes dhe me ndryshimin e shoqërisë dhe natyrisht e gjithë kjo paraqet një kontribut të rëndësishëm për gjitha proceset të cilat mbretërojnë në shoqërinë tonë. Me kënaqësi të madhe mund të konstatoj faktin se respektimi i muajit të bekuar të Ramazanit, agjerimi në masë i qytetarëve të Republikës tonë, paraqet një shenjë të pozitive për mirëqenien e shëndetit mendor të qytetarëve dhe e tregon se qytetarët e vendit tonë e kanë një shkallë të lartë të përgjegjësisë, si për shëndetin personal, ashtu për shëndetin publik, po dhe për mirëqenien e përgjithshme shoqërore. Beteja e njeriut që vendos të agjerojë për të ndryshuar veten, për të një farë mënyrë për të vënë nën kontroll narsizmin personal, për të vënë nën kontroll energjitë e tij jepshore në funksion të mirëqenies individuale, familjare dhe më të gjërë shoqërore, flet për një shkallë të lartë të një qytetërimi i cili mbretëron në trojet tona, pra një qytetërim i cili është i rrënjosur në aspekte të ndryshme të identitetit të tij, si atij fetar, ashtu edhe atij kombëtar. Posaçërisht, në këtë kohë është shumë e rëndësishme që të kthehemi ka vetja, të provojmë të kanalizojmë këto procese negative, të cilat janë duke bërë presion mbi çdo njërin prej nesh, dhe që të rezistojmë ndaj tyre në kuptim të zhvillimit të shprehive më pozitive dhe në kuptim të përmirësimit të sjelljeve më adekuate ndaj sfidave të kohës.